5 vite pas nisjes së saj, një nga skemat më të mëdha të mashtrimit financiar në Evropë zbërthehet nga SPAC. Në qendër është Amant Josifi, ish këshilltari i Olta Xhaçkës, sot i arratisur në Dubai. Sipas hetimeve ndërkombëtare nga prokurorët gjerman, bëhet fjalë për rreth 230 milionë euro të zhvatura nga qytetarë evropian përmes një rrjeti të sofistikuar call centerash me bazë në Tiranë. Qindra operator përdornin platforma të re me investimi dhe teknika manipulimi për të bindur viktimat të transferonin para. Në Shqipëri këto kompani paraqiteshin si biznese të zakonshme, Everplus, Odyssey, Mizu, CTA Group dhe të tjera, por në realitet ato ishin pjesë e një strukture të organizuar ndërkombëtare të lidhur me të ashtu quajturin Milton Group. Sipas burimeve hetimore, Josifi nuk ishte thjesht menaxher, por nyja kryesore që lidhte operacionet në Shqipëri me rrjete në Ukrainë, Serbi dhe Bullgari. Madje ai dyshohet se ka pasur edhe mbështetje politike që i ka lejuar këto aktivitete të funksiononin për vite me radhë pa u prekur. Në këtë histori përmendet edhe emri i Olsi Ramës, i cili sipas disa dëshmive në hetime ndërkombëtare ka patur rol drejtues në Prapasken. Megjithatë, ky emër nuk figuron në dosjet zyrtare të publikuara nga SPAC. Sipas hetimeve, skema funksiononte në 3 faza. Fillimisht paratë e mashtruara ndaheshin në shumë transaksione të vogla përmes kompanive offshore, duke shmangur kontrollin bankar. Pas ato hynin në Shqipëri si investime apo pagesa për shërbime. Faza e dytë ishte më e sofistikuara, përdorimi i bizneseve të lishme për pastrim. Në fokus është kompania Global Fast Food Albania, që operon markat ndërkombëtare KFC dhe Pizza Hut përmes kontratave fiktive marketingu, faturave të rreme dhe manipulimit të xhiros ditore. Parat e palishme futeshin në sistem si të ardhura të rregullta. Në këtë mënyrë, ato deklaroheshin, tatoheshin dhe dilnin të pastra. Në fazën e tretë, paratë e pastruara investoheshin në pasuri të paluajtshme dhe kompani ndërtimi. Këtu hyn në lojë babai i Amantit, Aleksandr Josifi, përmes kompanive si Balkan Investment Group dhe New Standard. Një pjesë e pronësisë lidhet edhe me kompani offshore në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe parajsa fiskale si ishujt Virgin Britanik, ku përfituesit e real fshihen pas një rrjeti kompleks. Pavarësisht se Amant Josifi është në kërkim ndërkombëtar, 14 prona të identifikuara të familjes së tij, përfshirë apartamente, vila dhe toka, nuk janë sekuestruar dhe vijojnë të mbeten në pronësi të tyre. Ndërkohë vetë Josifi ndodhet në Dubai, jashtë mundësive të drejtpërdrejta të autoriteteve shqiptare.